feja është e bukur dhe është prej Allahut. Dhe një vërtet e madhe që duhet me dojmë asë në e në shoshnu fetaria që përpjekja jonë, mi afru Allahut, fetaria jonë, jo feja si shpallje, sa është prej Zotit, po fetaria jonë që është përpjekja jonë për me ardhin të Zotit në përmjet fejs. Fetaria dhe kjo duhet më kone bukur. Më thot, po e pohomi që feja është e bukur, po e pohomi që Zoti i cili e ka shpallë këtë feja është e bukur, po dhe fetaria e jonë si njerëz duhet më kone bukur. Sigur se e shënojmë Muhamedi ja Muslimi për Abu Huraira se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë ejuhan nas, o ju njerëz, in Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Dini se Allah është i mirë, Allah është i bukur dhe nuk pranon prej fetarisë suaj, veç ajo që është e bukur. Nëse për shembull një fetari ose një interpretim fetar ose një formë fetarisë është e keqe, natyrshme nuk e pranon natyrshmëria. Natyrshëm nuk pranohet si diçka normale. Kjo pjesë është treguesi kogja me bollëk, si tregues që me menu, a mundet me pranë, a është e pritshme ta pranojë Allahu këtë? Nuk po du me morshim për arsye të kohës dhe ju kërkoj ndjes do thotë për zgjatje. Kështu që kur është fetaria më e bukur? Kur është fetaria më e bukur? Fetaria është më e bukur kur e njeh bukurinë e fesë tonë. Dhe ti je më i devotshëm kur e njeh se sa e bukur është fe Allahu. Kur e kupton për shembull pse Allahu ta ka bëu obligim namazin. Edhe kupton bukurinë e obligimit. Domthonë vetë që e ke obligim, ose ta kuptosh për shembull vetë se sa e bukur është mirë Allahu në sejrte, sa e bukur është mulidhë vetëm me Allahu, mos mulidhë dikant tjetër. Sa e bukur është për shembull me shpresu vetëm Allahun, mos me shpresu dikant tjetër. Sa e bukur është që filan punë është haram. Sa e bukur që filan punë është halal. Domthonë kur e kupton bukurinë e fesë, ti me lenë Allah subhanahu wa taala e ki edhe fetarinë tonë do thotë më të bukur. Në këtë varg mësimesh do të shtjellojmë këtë pjesë, do thotë bukurinë e fesë Allah subhanahu wa taala, për të njohtuar me fenë Allahut që me na ushtu do thotë dashuria, për më njoftuar me fenë Allahut për më na sforcu bindja, po pse jo edhe për të gatuar edhe më mirë për davet, se shpesh ndoshta njerëzve kur dojmë më bë davet, gabojmë duke u qasur nga shumë kënde, po nuk i qasim nga këndi i bukurisë. Dhe këndin e bukurisë nëse ka natyrshmëri e shekut është kogja bukur, po edhe për të qenë më të përgatitur për të larguar do thotë paragjykimet, e që realisht është investuar shumë me pasat paragjykime për fenë Allahu subhanahu wa taala.